Brian Syzo dyshohet se ishte objektivi një atentati me armëzjarri në Pogradec, ku autorët sipas policisë kishin si qëllim eliminimin e tij dhe nuk u plagos gjatë një konflikti të çastit, siç u raportua fillimisht. Ky është përfundimi paraprak i hetimeve për ngjarjen e ndodhur në mesditën e së hënës në lagjen nr. 3 të Pogradecit. Autoritetet kanë identifikuar 4 autorët e dyshuar, të gjithë me precedent penal. 2 prej tyre janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në pranga kanë përfunduar Nikola Golli, 24 vjeç, i cili dyshohet se ka qelluar me pistolet në drejtim të Syzos, si dhe David Prifti, 30 vjeç. Ndërkohë, në kërkim janë shpallur Meardi Berberi, 40 vjeç, dhe Edison Agolli, 22 vjeç, vëllai i Nikola Gollit. Burime bëjnë me dije se Brian Syzo ishte i parkuar në anë të rrugës së bashku me një mikun e tij, secili me automjetin përkatës. Në momentin kur shoku i tij po dilte nga makina për të futur në automjetin e Syzos, pranë tyre është afruar një automjet tip Jeep, në të cilin ndodheshin 4 të dyshuarit. Hetimet paraprake tregojnë se Nikola Golli fillimisht ka thyer xhamin e automjetit të shokut të Brian Syzos, duke e detyruar këtë të fundit të dalë jashtë. Më pastaj dyshohet se ka qelluar disa herë me armëzjarri në drejtim të 35 vjeçarit, duke e plagosur në të dyja këmbët. Pas atentatit, autorët u larguan me shpejtësi nga vendi ngjarjes, automjeti përdorur u braktis në qafthan, ndërsa të dyshuarit u shpërnda në drejtime të ndryshme. Nikola Golli hipi në një furgon me destinacion Tiranën, por u lokalizua dhe u arrestua nga policia në Përrenjas. Gjatë arretisjes Agolli dyshohet se hodhi armën e zjarrit në liçen dhe deri më tani pistoleta ende nuk është gjetur nga autoritetet. Brian Syzo u transportua fillimisht në spitalin e Pogradecit, ndërsa më pas u dërgua me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Burime bëjnë me dije se një prej plumbave ka dëmtuar një nga venat kryesore të këmbës, çka rrezikon amputimin e gjymtyrës. Ai vjen të jetë në kujdes intensiv. Sipas policisë, motivi i atentatit lidhet me konflikte të mëparshme mes palëve. Dyshimet lidhen me një ngjarje të ndodhur në janar të vitit 2025, kur Nikola Golli u plagos me thik nga Sindi Syzo, vëllai i Brian Syzos, gjatë një konflikti në një berberhane. Brian Syzo rezulton person me precedent penal. Ai u ekstradua nga Gjermania në gusht të vitit 2025. Pasi ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest në burg nga gjykata e Korçës në ndyshimin për shpërndarje të lëndëve narkotike në Pogradec. Gjithashtu ai njihet nga autoritetet edhe për konflikte të tjera të mëparshme. Edhe Meardi Berberi, një nga personat e shpallur në kërkim, rezulton me precedent të theksuar penal. Sipas të dhënave, ai është dënuar më parë për armbajtje pa leje, plagosje të rënë me dashje dhe kanosje, ndërsa është përmendur edhe si një nga organizatorët e sulmit të ndodhur në Volorek në vitin 2020. Ndaj 4 të dyshuarve rëndojnë akuzat për veprat penale, vrasja me paramendim, kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit.